Faleminderit zyrtar. Këshilli për operacionet zgjedhore ka shqyrtuar kërkesën e sekretariatit për shqyrtimin e specifikave teknike për shtypjen e fletvotime për broshura të kandidatëve dhe lista votuese për zgjedhjet lokale. Lidhur me këtë dokument, ne kemi dhënë komentet tona edhe janë bërë edhe përditësimet e fundit lidhur me numrin e përgjithshëm, pra të përllogaritur se sa do të shtypen edhe për raundin e parë dhe për raundin e dytë, të fletvotimeve, lista votuese dhe të broshurave. Bëhet fjalë për fletvotimet për Kuvendin e Kosovës, për Kuvend të Komunës, do të shtypen sasia për afërt, pra është 1.800.000, broshura e kandidatëve për Kuvend të Kosovës 16.980, fletvotimi për kryetar të komunës 1.800.000 fletvotime dhe fletvotimi për kryetar të komunës për raundin e dytë 1.250.000 të përllogaritur dhe lista votuese 4.420 për raundin e dytë. Kishte me qenë rrugës që të merret numri maksimal i votuesve në dy votimet e fundit, dy palë votimet e fundit lokale, edhe të shtohet 10 ose 20% më shumë fletvotime se sa pjesëmarrja që ka qenë në dy votimet e fundit, 2021 edhe kur ka qenë 2017. Një përllogaritje, do më thonë maksimum 20%, që mendoj kishte me rrit dikon rreth 1 milion fletvotime. Ky ka qenë edhe shqetësimi ynë, edhe se Këshilli i Operacioneve Zgjedhore dhe kemi diskutuar, jo vetëm në këtë mbledhje, në shqyrtim të këtyre specifika, por edhe në të kaluarën, lidhur me numrin e materialeve që shtypen, pra që të reduktohet. Edhe është reduktuar në zgjedhjet parlamentare. Mirë, po në zgjedhjet parlamentare është më e menaxhueshme për shkak që fletvotimi është i një lloj, pra është i njëjtë. Çdo kund në Kosovë është një fletvotim, ndërsa në këto raste, tash në zgjedhjet lokale ne kemi 38 zona zgjedhore. Dhe duhet kemi parasysh që fletvotimet pastaj reduktohen edhe në ato rezerva që qëndrojnë në KKZ e pastaj në vendvotime për çdo rast kur ka të dëmtuara dhe të tjera, është e pamundur që të reduktohet në numra të ngjashëm si ajo e Kuvendit të Kosovës.